أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahun e madhërisëm e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgojmë të dashurit ton, pejgamberit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij të sinqert, shokëve tij të drejtë dhe gjithë besimtarëve dhe besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në frymën e fundit të kësaj bote. Të nderuar motra dhe të dashur vëllezër, ju përshëndesim me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Allahut qoftë për gjithë ju dhe për familjarët tuaj. Të nderuar besimtarë dhe besimtare të besimit islam, siç e dim, jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muajin e shpalljes, muajin e faljes, mëshirës, muajin e largimit nga zjarri i xhehenemit, muajin në të cilin, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur fillon Ramazani, hapen dyert e xhenetit, mbyllen dyert e xhehenemit dhe djajt apo shejtanët të mllefosur lidhen në pranga. Pra Allahu i madhërisëm në këtë muaj të bekuar e zbret mëshirën e tij më të madhe tek ummeti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tek robërit e tij. Pra e zbret mëshirën tek ne që na mëshiroje aq shumë sa që i hap të gjitha dyert e xhenetit, i mbyll dyert e xhehenemit dhe djajt ata të cilët mundohen të na hutojnë neve, Allahu i lidh në pranga që ta kemi më të lehtë ta agjërojmë dhe të kryejmë të gjitha veprat e mira për të cilët kemi synim. Të nderuar vëllezër besimtar, ne të gjithë e dim se jemi krijesa të një krijuesi të vetëm të Allahu xhaleshanuhu. Dhe Allahu i madhërisëm neve ka ditë të na krijojë më mirë, por Allahu ka dashur që të na lojë me të meta. Pra po themi me të meta në atë aspekt se jemi gabimtarë dhe nuk jemi absolut si Allahu i madhërisëm. Por nuk duhet të habitemi pse bëjmë gabime, por është për të habitur me ata robër të Allahut të cilët bëjnë gabime dhe nuk kthehen me teube, nuk kthehen me pendim të sinqert tek Allahu i madhërisëm. E për këta persona edhe Allahu i madhërisëm pyet, thot pse nuk po kthehen? Thot Allahu i madhërisëm në Kur'an: Efela yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Pra thot Allahu në Kur'an, përse ata nuk kthehen me pendes, përse nuk kthehen me pendim tek Allahu i madhërisëm e ti kërkojnë falje atij. Allahu është falës dhe mëshirëplot. Pra Allahu i madhërisëm na drejtohet shumë mirë neve në Kur'an: Efela yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna. Përsa ata nuk kthehen me pendim tek Allahu e ti kërkojnë falje atij. Allahu ghafurur rahim. Pra Allahu është falës i madh dhe mëshirëplot. Pra vërtet Allahu është falës i madh, e Allahu në këtë muaj të bekuar e zbret edhe më shumë rahmetin dhe mëshirën e tij tek robërit e tij. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë për neve dhe këtë duhet ta kuptojmë se kemi më të lehtë të pendohemi, të bëjmë teube tek Allahu i madhërisëm për gjunahet tona, pasi në këtë muaj nuk janë shejtanët ata të cilët mund të na ngacmojnë neve dhe të na hutojnë, dhe në këtë mënyrë mos mundemi ta adhurojmë Allahun e madhërisëm dhe ta kryejmë agjërimin ashtu siç duhet, por ta shfrytëzojmë këtë mundësi shumë të mirë për të bërë pendimin ton të sinqert duke e drejtuar mëshiruesit Allahut subhanahu wa taala. Dhe një gjë duhet ta dim shumë mirë vëllezër dhe motra të nderuar, se robërt të mirë të Allahut nuk janë ata të cilët nuk bëjnë gabime, por robërt të mirë të Allahut janë ata të cilët kur gabojnë kthehen me pendim të vërtetë dhe të thellë tek Allahu i madhërisëm, sepse vërtet Allahu i don ata që pendohen. E në një hadith tjetër pejgamberi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thot, çdo biri i Ademit, pra çdo njeri është gabimtar, por më i miri prej tyre është ai i cili pendohet. Pra pejgamberi alayhis salam nuk tha më i miri prej tyre është ai i cili nuk bën gabime, sepse nuk ka mundësi, pasi ne jemi njerëz të gabueshëm, por tha më i miri prej tyre është ai i cili pendohet për mëkatet e tyre. E ne sado që kemi gjunahe, sado që na është vështirësuar jeta me gabimet tona, ne duhet ta dimë se Allahu i madhërisëm na don dhe na don edhe më shumë kur pendohemi sinqerisht. Ne e dim se nëse bëjmë mëkatet tona e hidhërojmë Allahun, por Allahu i madhërisëm në një hadith kutsi
të transmetuar nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na bën një krahasim shumë të mirë në mes hidhërimit dhe mëshirës së Allahut të Madhërisëm. Dhe Allahu shumë shkurt e bën këtë krahasim ku thot vërtet mëshira ime i ja kalon hidhërimit tim. Pra Allahu na tregon se nëse ne bëjmë mëkate e hidhërojmë Allahun, kjo s'ka dyshim, por ajo e cila është më e madhe se hidhërimi i Allahut është mëshira e Tij. Ajo mëshirë e madhe e cila i ka falur të gjithë ata gabimtarë të cilët janë kthyer me pendim të thellë dhe të vërtetë dhe kanë bërë teube tek Allahu i Madhërisëm. Andaj kjo është një mundësi shumë e mirë që të pendohemi sinqerisht për gabimet tona të cilat i kemi bërë gjatë jetës tonë. Pra natyrisht se kjo është mëshira për të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, mëshira e Allahut është më e madhe se mëshira e nënës ndaj evladit të vet. Ne vëllezër dhe motra të nderuar, në dunja mëshirë, dashni, përkushtim, sakrificë më të madhe se që bën nëna për evladin e saj nuk kemi pa. Kur nuk kemi pa dhe nuk mund të shohim, por është dikush i cili na don neve më shumë se prindërit tanë, më shumë se familjarët të dashurit tanë, dhe ai është Allahu i Madhërisëm, ai i cili na ka krijuar. Pra thot pejgamberi alayhis salam mëshira Allahut është më e madhe se mëshira e nënës ndaj evladit të vet. Pra kjo mëshirë për të cilën tha pejgamberi alayhis salam, tha Allahu i Madhërisëm e ka ndarë mëshirën e Tij, mëshirën e vet në 100 pjesë, apo themi më ndryshe 100% i mëshirës së Allahut. Dhe thot vetëm 1%, vetëm një pjesë, një mëshirë e ka zbritur në tokë, e ka zbritur në dunja, me të cilën i mëshiron Allahu njerëzit, gjinët, kafshët, shtazët, shpezët, insektet dhe të gjithë ata krijesa që Allahu i Madhërisëm i ka krijuar. Madje i mëshiron edhe ata të cilët e shajnë, e ofendojnë, nuk e besojnë, i bën shok në adhurim Allahut të Madhërisëm. I mëshiron edhe ata me të mirat e Tij, ku shpeshherë i shohim edhe ka shumë prej tyre të cilët bëjnë pjesë tek njerëzit më të pasur në botë. Dhe ne mund të mendojmë pse Allah më ia dhon gjithë ato të mira atij njeriu i cili e shon Allahun, por e tillë është mëshira e Allahut, Allahu e ka zbritur për të gjithë krijesat në dunja. Ndërsa thot pejgamberi alayhis salam 99% apo 99 mëshira tjera Allahu i Madhërisëm i ka lënë për në botën e ahiretit, për në botën e përgjithmonshme, ku me ato mëshira do t'i mëshiron vetëm ata robër të cilët në dunja e besuan Allahun e Madhërisëm pa i bërë shok atij në adhurim. Prandaj, ju që keni bërë mëkate gjatë jetës suaj, ju që ndoshta ju kanë kaluar 30, 40, 50 apo më shumë vite duke bërë vepra të këqija, e shumë prej juve ndoshta thoni se unë u plaka dhe nuk e kam du kur kryen sejdë, nuk e di se çka është me shku në xhami. Juve mos ju vin marra me u pendu tek Allahu i Madhërisëm, sepse kur nuk është vonë. Allahu i Madhërisëm është gjithmonë i hapur që t'ju pret juve me teube, me pendim të sinqert dhe t'ju afal të gjitha mëkatet që i keni bërë gjatë jetës tuaj. E di se shumica e njerëzve e kanë atë krenarin se mos njerëzit po thonë që ky po shkon pleçni në xhami, kur që ka ditas derën në xhami, tash i paskaron mend. Këto fjalë të hallkut kur nuk do të nalen. Dhe këtë ne duhet ta dimë dhe të kuptojmë. Por përsëri duhet ta mendojmë një gjë e cila është shumë e rëndësishme, se kur të vdesim dhe deri tek varri ndoshta na përcjellin të gjithë, por brenda në varr nuk do të vijë askush me neve, vetëm do të jemi duke dhënë llogari para melekëve të varrit, ku me frikën e madhe ndoshta nuk dim të përgjigjemi pyetjeve të varrit. Prandaj duhet ta mendojmë shumë mirë dhe të punojmë për këtë gjë, të pendohemi sinqerisht, të lajmë fjalët e njerëzve, le të flasin çka dojnë, sepse të kemi me çka t'i dalim Allahut të Madhërisëm nesër kur të vdesim para Tij. Të nderuar vëllezër besimtar, siç e dimë në këtë muaj të bekuar është një natë shumë e rëndësishme, Lejletul Qadr, nata e Kadrit, e cila thot Allahu në Kur'an është më e rëndësishme se 1000 muaj. Dhe ne e jonja është që gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit për 1000 muaj, për një muaj rend, çdo ditë dhe çdo natë të pendohemi sinqerisht, të kthehemi me teube tek Allahu i Madhërisëm, dhe në këtë mënyrë neve të na zoje nata e Kadrit duke u pendu thellësisht për mëkatet tona. E nëse neve vërtet na zë nata e Kadrit në pendim të thellë tek Allahu i Madhërisëm, atëherë do të na llogaritet sikur jemi penduar tek Allahu për 1000 muaj rend.
Dhe kështu nuk besoj se Allah i Madhërisëm do ta fusë në xhehenem një rob i tij i cili është penduar për 1 muaj i rënd tek Allah i Madhërisëm sinqerisht për gabimet e tij, andaj edhe një kërkesë për fund fillimisht për vete, pastaj edhe për juve vëllezër dhe motra. Kur të vi koha e iftarit, uluni para sofrës, uluni në tryezën e tuaj dhe jo me mendjen tek ushqimi, por me mendjen tek pendimi dhe filloni të pendoheni sinqerisht për gjitha gabimet dhe mëkatet që i keni bërë gjatë jetës tuaj, sepse vërtet Allahu i Madhërisëm e pranon, thot pejgamberi alayhis salam, lutjen e agjëruesit në prag të iftarit. Lut Allahun e Madhërisëm që ta pranojë agjërimin ton dhe veprat tona të mira në këtë muaj të bekuar dhe Allahu na mundsoft që të dalim fitimtar nga ky muaj i bekuar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.